Ne do rikthehemi pas pak. Po flisim me Jonën gjatë pushimit dhe gjatë ndryshimit të studios. Jona ishte shumë e lumtur që bëhet ftuarit, se tha ishte atmosferë tjetër. Edhe kemi pasur të ftuar të tjera, ka qenë çikun dramatike situata, sot ishte kështu ishte dhe ishte shumë e lumtur. Jona ndoshta duhet do kaloj te pasditja, do mbraktisi në ndonjë pasditë televizionesh, sepse kishte një çik atë ajrin e pasdites. Edhe pse pastaj edhe me ndërhyrjet tonë fantastike, nuk u bë pasdite. Pastaj ishte ndenjë në identitetin ton të Dalina Show. Kemi dhe dy telefonata. E di që ishte një kohë e gjatë që kaluam, ishte një kohë që mësuam shumë edhe për ty të ftuar, por nuk mund të humbim dhe dy histori të tjera, një që na vjen nga Anglia, thash, dhe një që na vjen nga Meka. Un kam edhe Oksin nga Lajthiza, që është pija ime energjike që unë e dua më shumë. Kur them atë fjalën e preferuar, sikur e thonë të tërë influencerët dalin tonë e preferuara. Kjo është realisht e preferuara, sepse nuk keni parë pije energjike me passion fruit, si do më vdes. Dhe që do më mbaj dhe për dy telefonata tjera, edhe pse sot kemi energjinë e gëzimeve të transformimeve. Orgesa Meli nga Londra është tani në video call, duke sikur tema kryesore do më thënë e transformimit të saj ishte humbja në peshë. Nga 122 kg, Orgesa ka shkuar 72 dhe nga vetë dyshimi thuhet është në vetë besim. Historia e Orgesës është një histori transformimi që nis me një vendim të thjeshtë të mos fshihej më. Edhe pse thot që er pas here ishte mësuar me atë trup derisa kuptoi që ka një ndryshim përtej kësaj, por përtej ndryshimit fizik, Orgesa ka ndryshuar edhe qasjen në jetë, edhe qasjen ndaj vetes dhe nga ana profesionale. Dhe fitoi ndjenjën e kontrollit dhe guximit për të bërë versionin më i mirë i vetes. Nuk e di Orgesa, harrova diçka? Ka shumë historia ime sigurisht, Dalina, po përshëndetje si fillim, Dalina, përshëndetje Jona. Ishte pesha momenti që mendon që ishte momenti fillimit të ndryshimit tënd? Ishte humbja në peshë? Ishte humbja në peshë, ishin dy faktorë do të thoja. Ishte humbja në peshë edhe fakti që mbushja të 40-at. Ndoshta frika e të mbushur të 40-tave. Fillova, ndryshimin ka filluar vjet, kur isha 39 vjeç, isha shumë mbi peshë, siç e përmend edhe ti, isha gati 122 kg, kisha arritur peshën më të madhe që që kisha deri në atë momente, por isha në një punë shumë të mirë, kisha filluar punë në profesionin tim, si financiere, një familje shumë të mirë, familje shumë mbështetëse, edhe kisha rënë... Fali e martuar me fëmijë, që të kuptojmë? Jam e martuar me dy vajza, një 9 vjeç dhe një 3 vjeç. Tu kam familjen time që më mbështetje zakonisht shumë, edhe familje e bashortit gjithashtu që janë shumë mbështetës. Do të thënë, rrethi im ka qenë gjithmonë shumë mbështetës, por për shumë arsye që kur erdha në Angli fillova të ritesha në peshë. Por vjet ndodhi një ngjarje që më bëri të ndryshoja mendimin tim, të ndryshoja dhe të merja këtë lloj vendimi. Po punoja në qendër të Londrës, në Zyrë, edhe kur dal nga Zyra për të shkuar për të marrë vajzën e vogël nga kopshti, dhe po zbrisja poshtë metros për të marrë metron që të kthehesha në shtëpi. Në ato momente kur po zbrisja poshtë, shikoj një prull të madh njerëzish që po hipnin sipër, të tmerruar, edhe gati po më shtynin dhe mua që të hipja sipër. Siç ndodh në ato momente normalisht të ka paniku, edhe frika dhe paditësia se çka ka ndodhur, filloja edhe unë vrapoja sipër dhe të hipja shkallët. Por nga që isha shumë mbi peshë, isha shumë e pamundur që në disa momente që të hipja sipër dhe aty pata më erdhi një diçka në mendje që edhe tani kur e mendoj më terrorizon, dhe është fakti që po sikur të kisha dy vajzat e mia me vete. Çfarë po ndodhte që po vraponin njerëzit? Më vonë e kuptova që ishte një atak terrorist dhe supozoj dhe një person në platformë ishte me thik, domethënë, dhe po kërcënonte njerëzit, dhe prandaj të gjithë, domethënë, filluan të vraponin sipër dhe ishin komplet të terrorizuar. Por mendimi e vetmja gjë që unë kisha në mendje në ato momente ishte po sikur të kisha vajzat e mia në krah, do kisha mundësi që t'i merja në krah dhe ato edhe të vrapoja sipër,
Edhe normalisht përgjigja në ato momente ishte ajo, sepse nuk po mundohesha dot as të hipja vetë ato shkallë pa mu marrë fryma dhe pa më shtyr njerëzit e tjerë. Për ati momenti vendosa që duhet bëja diçka patjetër për sa i takon peshës time. Kam provuar dieta nga më të ndryshmet, kam provuar keto, fasting, çdo lloj diete që ti mund mendosh, unë e kam provuar biles, dikur kam përdorur edhe kam provuar edhe dietën e lakrës, mamën time që nuk ja sugjeroj asnjëriu. Zot, e kam provuar unë gjysore. Supe me lakër. Nuk ja sugjeroj asnjëriu. Por nuk e kisha vullnetin, asnjë dietë nuk zgjaste më shumë se 2 muaj, 3 muaj dhe pastaj e lija dhe filloja prapë tek ato rutina ime tek ushqimi që më pëlqente, që ndihesha më rehat të haja dhe më shijonte. Për sa i përket punës time, që kur erdha në Angli, muajin e parë fillova punë në profesionin tim dhe isha shumë e lumtur me karrierën, me çdo gjë tjetër, me familjen, siç e thash. Vetmja gjë që nuk kisha pikën e vullnetit ishte pesha. Dhe e arrita një moment vitin e kaluar që edhe familja pavarësisht, edhe shoqëria pavarësisht se më kishin thënë disa herë që duhet bësh diçka, duhet biesh nga pesha, dhe siç e kemi ne shqiptarët që ta themi troç ndonjëherë nuk e mbajmë. Por gjithsesi kisha rënë rehat me atë timen, dhe ishte shumë e çuditshme që nuk e shikoja veten shumë të shëndosh. Nuk e di pse, por nuk e shikoja veten. Ndoshta ishte një lloj vetmohimi, nuk e kuptoj. Dhe asnjë nuk e priste që unë do merrja një vendim dhe do filloja këtë lloj ndryshimi, por ja që ndodhi, fillova të bija nga pesha, fillova të mësoja se çfarë ishte edhe ngrënia e shëndetshme. Ti e ndryshove veten, më fal, e ndryshove jo më me dieta që kanë emra keto, si ndryshove veten? Thjesht ndrove mënyrën e ushqyerit? Fillova ta shikoja veten time si një projekt, thënë drejtën. Dhe fillova të vendosja sisteme që edhe në qoftë se një ditë ose një ditë tjetër unë do shkoja prapë tek ai ushqimi që nuk pëlqente, përsëri duke pasur ato sisteme që i kisha vendosur vetes, e dija që nesër pas nesër do kthesha përsëri tek ajo gjë, nuk do kthesha prapë te ushqimi i pashëndetshëm. Çfarë fillova të bëja ishte e shikoja veten, e provoja një lloj diete, një lloj ushqimi, arrita deri aty derisa shikoja orën kur haja ushqimin e fundit, dhe ushtrimet, palestrën, dhe peshohesha ditë për ditë për të parë se çfarë ndryshimi kishte pasur dita më përpara ose ushqimi që unë kisha ngrënë ditën përpara në peshë. Edhe fillova të masja çdo lloj gjëje, vërtet e trajtova veten time si një projekt, trupin tim fillova ta mësoja shumë mirë, fillova ta dëgjoja shumë mirë, dhe një gjë që më ndikoi absolutisht për sa i përket pjesës mendore është e filloja ditën dhe vazhdoj ditën edhe tani me futje në ujë të ftohtë. Domethënë çdo mëngjes gjë e parë që unë bëj kur ngrihem, kam vendosur një si tip vaske të vogël në oborrin tim dhe shkoj dhe futem në ujë të ftohtë. Dhe normalisht to siç dihet koha në Angli është gjithmonë e ftohtë, kështu që ai uji është gjithmonë 2-3 gradë më pak se temperatura, kështu që bravo për guximin. Më ndikoi shumë nga ana mendore, sepse duke e parë veten time që bëja atë gjë në mëngjes dhe arrija të rija 7 minuta, 8 minuta, sa që kisha planifikuar, thosha vetes, okay, gjën më të vështirë të ditës t'ja ke bërë. Kështu që tani çdo lloj gjë që mund të bësh është e lehtë. Nuk ka gjë më të vështirë se ka ajo. Dhe ajo më ndikoi shumë nga ana e mendësisë time, që të thosha, okay, ti po bën gjëra të vështira, kështu që edhe po ja del me këto gjëra të vështira, plus edhe pesha filloi të binte, po pëlqente edhe vetja sigurisht. Edhe me këtë arsye vazhdova. Orgesa, përmende edhe, më fal që të ndërpres, po dua të shkoj pak te fillimi kur vendose që të transformohesh. Përmende një fillimi ishte një sulm terrorist, dhe fakti që ti po mendoj për shëndetin tënd dhe se sa nënë e fuqishme, sa nënë e shëndetshme do të ishe për fëmijët e tu, ndërkohë përmende edhe të 40-at. Ku hyn të 40-at e ky transformim? Mosha 4-0, ku hyn këtu? Ndoshta sepse është krijuar mundësia që të vegjël, që e kemi të quar nga librat, nga filmat, nga prindrit tanë, që 40-at fillojnë jetë e re. Dhe kur e mendoj veten time, domethënë kur mendoj një person që thosha 40 vjeç, më dukej pak i madh.
Dhe flisja edhe me njerëz të tjerë dhe kur më thoshin 40 vjeç, fillon dhe bie trupi, shëndeti e gjitha, nuk do kesh mundësi më të biesh nga pesha. Të gjitha këto gjëra u mlodhën në mendjen time dhe thash, okay, 40-a duhet të jetë një ndryshim për mua, sepse e mendoj vetë që isha më e rritur dhe duhet të bëja diçka përpara se të arrija të 40-ta, që të bëja një ndryshim. Çfarë ndodhi me vetëvlerësimin gjatë pasi filloi të shihej rezultate? Pasi filloi të shihej rezultate, ndryshimi ka qenë i jashtëzakonshëm. Për gati 11 muaj arrita të humbas 50 kg. Nuk ka qenë e lehtë sigurisht, ka qenë shumë e vështirë, por edhe nuk them që kam arritur objektivin tim dhe nuk dua asnjëherë të arrij objektivin tim, të drejtën, sepse dua ta vazhdoj ta shikoj veten time si një projekt që vazhdon akoma, nuk kam një destinacion për sa i përket shëndetit ose për sa i përket vetes time, duhet vazhdoj të zhvillohem, duhet vazhdoj të bëj gjëra që më trembin. Pasi humba peshën, fitova shumë konfidencë, të them të drejtën, hapa një biznes të ri që kisha shumë kohë plane që duhet ta bëja, me të cilën ndihmoj kompanitë dhe bizneset për të implementuar inteligjencën artificiale. Një fushë e cila nuk e njihja shumë mirë, sepse gjithë eksperjenca ime 15 vjeçare ka qenë në financë. Po si e lidh këtë hapjen e biznesit të ri me dobësimin? Më fal se e bëri një lidhje, po si e lidh këtë? Çfarë ndodh? Ishte kuraja që humbja e peshës më dha. Më bëri më kurajoze që të shfaqem tek njerëzit, që të flas me njerëzit. Të shfaqesh, interesante. Duke të shfaqem, edhe tjetra që duke parë me veten time që bëra një gjë kaq të madhe, kaq të rëndësishme, sepse pesha 50 kg për një periudhë shumë të shkurtër është një arritje shumë e madhe dhe kjo gjë më arrit më shumë konfidencën dhe du më arritur konfidencën dhe siç që mendoj në shumë gjëra më përpara mendoja që duhet kesh konfidencën që të fillosh ti bësh. Por çka kam mësuar tani janë ato gjërat e vogla që ti bën ditë pas dite që nuk do ti bësh dhe ato krijohen dhe grumbullohen në trurin tënd dhe thua, okay, tani ndiem e gatshme, ndiem konfidente për ta bërë këtë gjë, sepse ja kam provuar vetes që mund ta bëj. Dhe njëjta gjë ishte edhe me peshën, ja provova vetes që mund ta bëj, që mund ta humbas peshën dhe për këtë arsye tani ndiem më e lumtur, më e hapur, më konfidente që ti bëj gjërat që dua ti bëj. Gila tek fjala të shfaqem, më pëlqeu shumë fjala tani shfaqem. E përmendë 2 herë familjen tënde të lumtur, që do thotë që ke edhe një martesë të lumtur, pra je me një njerëz që e dashuron edhe ai natyrisht të trajton mirë edhe të ka mbështetur e the vet. Po pse vendosi të fshiheshe, meqense u shfaqe tani? Sepse edhe pesha shpesh herë dhe shtimi në peshë konsiderohet si një lloj fsheje, kështu që pse mendon që fshiheshe? Që e kam menduar shpesh këtë gjë dhe e kam arsyetuar me veten time, sepse humbja ime e peshës nuk ishte diçka që ndodhi natyrshëm. Ishte diçka vërtet më ndikoi që unë fillova ta merrja peshën dhe ishte fakti që unë erdha në Angli. Kur erdha në Angli, më pëlqente shumë, vazhdon të pëlqej shumë, por problemi i gjuhës, siç mund ta kuptosh, aksenti anglez, puna ime e parë, drejtori i financës ishte skocez, dhe kisha komplet pa mundur që ta kuptoja, dhe fillova pak nga pak që të fshihesha dhe mos ta shfaqja veten aq shpesh sa isha mësuar ta shfaqja në Shqipëri. Në Shqipëri kisha shumë konfidencë, mundosha të isha lider të organizoja gjërat. Kur erdha në Angli, unë nuk ndihesha më aq konfidente për sa i përket gjuhës, duke pasur edhe një lloj intuite, kur flisja me njerëzit, e kuptoja që shumë gjëra edhe nuk mi thoshin ball për ball, dhe filloja të ndihesha edhe më pak konfidente dhe nga analiza ime kuptova që ushqimin e përdora më tepër si mënyrë për të mbuluar ato dobësitë e mia, për të mbuluar ato gjëra që nuk isha e sigurt, edhe rritja e peshës më bënte gjithmonë më të padukshme, ashtu siç e the ti.
Dhe në momentin që humba peshën, atëherë vendosa thash, "Jo, nuk do jem kështu. Unë do marr guximin që të shfaqem për çdo lloj gjëje që më vjen në jetë, çdo lloj oportuniteti tani them po. Do ta bëj edhe për gjërat që i kam shumë frikë. Përsëri them që do ta bëj, për shembull, kisha jashtëzakonisht frikë të flisja në publik me njerëzit, për këtë arsye u bashkova një grupi për public speaking edhe fillova të flisja në publik. Me herën time të parë që dora në publik, fitova dhe vendin e parë. Dhe ajo më jep ashtu akoma më shumë Po konfidencë. pra, më hapit edhe mua se ke një artikulim të jashtëzakonshëm. Çdo arritje e vogël më bën të akoma konfidente që të provoj diçka tjetër. Tani për momentin vrapin, për shembull, e kam pasur jashtëzakonisht shumë inat gjithkohës. Pjesë bashorti më thotë ti nuk di të vraposh. Për këtë arsye unë vendosa që të regjistrojmë për një garë këtu në Wimbledon, edhe në dhjetor do bëj garën time të parë, po gjysmë maratone. Dhe kjo është, domethënë, kjo është rishpikja ime tani në të 40-tat, që nuk do ta quaj tamam rishpikje, po më tepër rigjetja asaj gruas që kisha brenda vetes, që e kisha mbytur me frikë ose me ratinë e jetës moderne, nuk di si ta quaj. Orgesa nuk ka një jetë tradicionale të një gruaje që po heq dorë nga rolet, po duket sikur je në luftë me më shumë me veten se sa me shoqërinë. Pra, çfarë po ndodh brenda teje dhe si po zhvillon jetën me shumë ngjarje të ardhura, siç e the, për shkak të frikës të atij momentit që mendove vajzat, mendove sigurinë tënde. Më pas te këto gjërat e vogla ose të mëdha, mund të them, luftrat të mëdha të tuat, brenda vetes që ti kërkon se çfarë kishe si aftësi dhe po e zbuloje fal vështirësisë. Pra, ky transformimi dhe rishpikja e vetes po vjen më shumë çfarë po ndodh brenda teje, apo jo? Absolutisht, brenda meje, sepse siç e thash që në momenti i parë gjithmonë kam pasur një familja ime, familje bashortit shumë mbështetëse, jashtëzakonisht mbështetëse. Për momentin familjarët e mi më ndihmojnë dhe me vajzat. Dhe kam pasur ambienti përreth, ka qenë gjithmonë një ambient mbështetës dhe një ambient që të më lejonte që unë t'i bëja të gjëra që do bëja. Por problemi ishte brenda vetes time. Domethënë, çdo lloj gjë që mua më ndalonte ishte brenda vetes time. Ndërsa tani asgjë nuk më ndalon më. Ke zhvilluar edhe një lloj ndjeshmërie si person ose e ke, cila të ka bërë që ti shikosh këto ndryshime dhe ti marrësh ti bësh pjesë të vetes tënde. Pra, të jesh në gjendje të shikosh se çfarë ti mund të rregullosh në vetja, çfarë mund të ndihmoj, e nuk është për të gjithë, apo jo. Pra të është dashur edhe kjo nuhatja edhe ndjeshmëria jote për gjatë kësaj rruge. Është shumë e vërtet. Edhe të drejtën nuk është se nuk e kam pasur, sepse edhe kur isha në Shqipëri, siç e thash, kam qenë gjithmonë një peshë normale, kam qenë gjithmonë një person që doja t'i bëja gjërat, kisha iniciativë për t'i bërë gjërat, dhe brenda vetes time e dija se çfarë lloj karakteri kisha dhe se cili person isha dhe ku doja të arrija. Por një lloj që kur kam ardhur që kur erdha në Angli, pata një lloj nuk e di, ndoshta ishte mënyra ime për të shprehur një lloj depresioni të fshehur ose një lloj pakënaqësie, nuk e kuptoj, por që gjithsesi ushqimi ishte gjithmonë ajo comfort zone, ajo vendi ku unë shkoja, domethënë ndjesha rehat, ndjesha e sigurt. Nuk ka qenë e lehtë të heqësh dorë nga ushqimi, si një mekanizëm përballuesi. Akoma nuk është. Nuk është shumë e lehtë, por kam gjetur të gjëra të tjera të cilat të mbështetem. Për shembull, arritje sa të lloj vogël u mundohem që ta festoj me veten time për të thënë që e arrit edhe këtë gjë. Edhe i shkruaj edhe gjërat, filloj dhe i shkruaj dhe them që ke arritur edhe këtë sot, ke arritur edhe këtë tjetrën nesër, dhe mundohem që gjithkohës t'i mbledh gjitha këto arritje dhe mendjen time që të më japin konfidencë, të më japin kurajë për të bërë gjëra të tjera më vonë akoma. Po ushqimi sigurisht është akoma një guilty pleasure që her pas here gjithmonë do më thënë shkoj tek ai, dhe qëllimi nuk është që edhe për njerëzit, për shembull, sepse
për shkak të rrugtimit tim, humbjen e peshës dhe rigjetjes së vetes time, kam krijuar një kompani të dytë me cilën ndihmoj gratë që të rindërtojnë veten, por dhe të njëjtën gjë u them dhe edhe njerëzve me të cilët bashkëpunoj, i them që qëllimi nuk është që mos të hash asnjëherë, ose qëllimi nuk është që të shpenzosh gjithë ditën në palestër ose të vdesësh te ujë ftohtë aty. Qëllimi është që të krijosh një balancë në veten tënde dhe të krijosh një mendësi të tillë, cilën që ta kesh edhe në momentet e vështira, sepse ka periudha kur do ikësh me pushime ose kur do dalësh me shoqërinë që do hash çik më shumë, por ideja është nëse ke ato sistemet vetes tënde dhe ke një qëllim në veten tënde, ditën e nesërme të përsëri do rikthesh tek ajo dieta jote, do rikthesh tek ato gjërat që ty të bëjnë të ndihesh mirë. Shumë interesante se si ka ndodhur kjo pjesa e çlirimit të vetes nga kilet e tepërta dhe aty brenda ndodheshe ti. Ndodheshe ti me gjithë to asete. Të deshe të zhvishe për nga kjo pjesa e ushqimit, që është e kthyer në një mekanizëm përballues për ty ose ngushëllues. Të dyja. Mund të them përballues sepse ndoshta të ndihmonte, siç po e thoj edhe vet, kur të pyeti Dalina po fshiheshe. Po fshiheshe nga pasiguria, nga të mos dukeshe tek të tjerët. Dhe heqja e kësaj zbuloi ngadalë se aty brenda po ndodheshin shumë gjëra të cilat në fakt ishin, ti vetëm sapo i përdori. Prandaj dhe unë të rishpikjen time në të dy zetat nuk e quaj tamam rishpikje, nuk e quaj krijimin e një gruaje të re, thjesht e quaj gjetjen e gruas që kisha brenda vete, po që ishte aty pikërisht. I ke gjetur këto edhe tek grupi me cilën punon, tek gratë të tjera që kanë të njëjtën çështje me ty? Po, e kam gjetur të drejtën edhe, nuk është, për asnjëri nuk është një rrugtim i lehtë, edhe asnjë rrugtim nuk është njësoj. Në qoftë se kur njerëzit vinë dhe më pyesin mua dhe thonë që çfarë duhet bëjmë, çfarë nuk duhet ham, çfarë ushtrimesh duhet bëjmë. Gjithmonë njerëzit duan duan një përgjigje shumë thjesht, ose një magic pill, ato një ilaç që ta pinë edhe të mbarojnë punë. Duan rrugën më të thjeshtë. Nuk kanë durim tani për asnjë gjë për diçka që të zjasi. Por ajo që unë i them vetes time, i them njerëzve me cilë bashkëpunoj, familjarëve, të çdo njeri që më pyet, është që çdo rrugtim është ndryshe, është rrugtimi jot. Siç trajtova veten time si një projekt, ashtu mendoj që duhet ta trajtoj çdo lloj njeriu. Dhe duhet ta shikoj se çfarë funksionon për ty. Jo çdo gjë që funksionoi për mua, do të funksionoj për ty. Prandaj nuk mundon të jap këshilla për sa i përket ushqimit, hak të bëj atë, sepse me veten time unë nuk e dija çfarë më bënte mirë, çfarë më bënte keq. Mora dhe provova të gjitha dietat e mundshme dhe normalisht asnjëra nuk do funksionoj sepse nuk është thjesht ushqimi. Por ushqimi ishte një pjesë e gjithë këtij rrugtimi. Unë e provova çdo ditë, haja ushqimet që kisha caktuar për atë ditë dhe ditën e nesërme peshohesha dhe shikoja, thosha, okay, këto lloj ushqimesh po më ndihmojnë të mbas nga pesha. Haja ushqimin në orën 10 për shembull në mëngjes, ushqimin e parë, ushqimin e fundit në ora 3 mbasdite dhe shikoja ditën tjetër si ka ndikuar. E haja në ora 4 mbasdite dhe shikoja ditën e tjetër si ka ndikuar. Dhe pasi bëra këto lloj eksperimentesh në veten time me muaj të tërë, kuptova se çfarë funksionon me trupin tim. Asnjë rrugtim nuk është njësoj. E the që e ke parë veten tënde si projekt. Tashi, me sa dim nga historia e projekte, të tëra projektet kanë një afat. Ti çfarë mekanizmash mendon që ke gjetur tek vetja, ke forcuar që në momentin që mund të ndodhë që të kërcënohet afati, mund të shpejtohet afati, se gjëra ndodhin jetë, nuk do të uroja kur, por gjëra ndodhin. Dhe përballë gjërave ne nuk e dim se si do sillemi prap. Në një moment jeta mund të shkojë fjoll dhe e ke gjetur tash këtë projektin jem mirë. Po sikur të skadoj projekti një ditë. Si çfarë po bën ti me veten tënde që të jesh e përgatitur? Për momentin nuk e ndaloj. Në qoftë se dua të haj diçka e ha, në qoftë se nuk dua të shkoj në palestër sot, nuk shkoj. Por çfarë i them gjithmonë vetes time është, nuk ka rëndësi sot, dita më e rëndësishme është dita e nesërme. Do më mjafton që
sot unë e bëj këtë gjë, që rebelohem dhe ha çfarë të dua, ose nuk shkoj në palestër, ose nuk bëj asnjë lloj aktiviteti fizik, të gjithë ditën shikoj televizor, por dita e nesërme është dita më e rëndësishme, nuk është e sotmja. Që ditën e nesërme unë përsëri marr frenat e vetes time dhe i rikthem përsëri tek ato sistemet mia që i kam rindërtuar me veten time. Margisa po bën një strategji në këtë rast, sepse të eliminosh diçka me njëherë plotësisht në mënyrë ekstreme, që ti e quan si një lloj varësie, e bën më të shpejt kthimin në të. Prandaj ka zgjedhur këtë pjesën që nuk ja mohon vetes ushimin, por zgjedh që t'ja jap edhe si kënaqësi, por dhe shikon shpërblimet që merr në peshë, se si ndihet me veten, çfarë përfitime shtira i sjell rreth e rrotull. Jena, a vlen ndoshta që ta shohësh, të paktën unë atë kam bërë, ka ndihmuar pak se përmend her pas here Joe Dispensën, që unë e shoh veten, e konsideroj që jam një njeri dobët. Pra unë nuk merrem fare me çfarë kam qenë. Ai është një njeri tjetër. Unë jam ky njeriu dhe unë do sillem si e tillë. Dhe kjo është marrëdhënia ime me ushqimin. Dhe kjo më ka ndihmuar shumë mua për te çdo gjëje, se padyshim që kam edhe ndihma të tjera, palestra, trajtime, ndërhyrje, jo kështu, jo ndërhyrje me operacione, po gjëra të tjera. Unë realisht them tash që më është dashur pa kohë, por më ka ndihmuar shumë fakti që unë mendoj që jam kjo. Se çfarë kam qenë nuk më intereson, unë e përdor, padyshim e përmend e bëj sepse e përmend si shembull. Dhe i kam thënë vetes që kjo funksionon shumë mirë për një kohë të gjatë. Të shkëputesh. Shumë të gjatë. Të shkëputesh nga vetja vjetër që... Po vetja vjetër nuk më përvajson fare. Ishte një moment, ai ishte vetja vet. Me gjithë respektin që kam, nuk jam njeriu i shëndosh apo njeriu ish i shëndosh. Sepse kam qenë dhe e dobët, kam qenë edhe 3 kg kur lidha, e 40, kam qenë çdo lloj peshe. Por unë nuk dua, sepse shoh her pas here shumë njerëz që unë kam qenë e shëndosh se kam të me shëndetin, se kurse unë s'dua ta them këtë, unë jam kjo, ishte dhe ajo interesante, ishte dhe ajo, ka pas ai lumturitë e veta, ai njeriu, shumë lumturi, apo jo, Orgesa? Ke bërë shkëputje. Shumë lumturi ka dhe shëndet, jemi kënaqur shumë. Çdo gjë kemi bërë, edhe me partnerët, edhe me kalamajt, edhe marrëdhënia seksuale, marrëdhëniet intime, gjithçka dhe dalit, çdo gjë e ke bërë. Ishte një vete tjetër, unë jam kjo. Domethënë, nuk e di nëse ke menduar, se është dhe kjo teoria e identitetit të ri. Është një identitet i ri që krijon si njeri me këtë peshë. E shumë drejt, e kam menduar dhe e kam shkruar. Siç kam qenë dhe çfarë identiteti kam tani. Dhe shumë e vërtet ajo që thua ti, e mendoj për çdo lloj vendimi që marr, e mendoj dhe them çfarë bën kjo Orgesa e re. Çfarë vendimi do merrte kjo Orgesa e re, dhe në njëjtën kohë e projektoj veten time 10 vjet më vonë, si ndikojnë vendimet që unë marr tani. Se çdo lloj vendimi i vogël që unë marr tani do ndikoj mua në të ardhmen, siç më ndikoi ai ushqimi që unë haja ditë për ditë, mas 10 vjetësh bëj që unë të shtoja 50 kg. E njëjta gjë është edhe me mua tani. Unë mendoj që unë kam këtë identitet tani, Orgesa e re do marri këto lloj vendimesh, nuk do marrim ato vendimet e vjetra që merr. Se ke dhe biznes të ri, ke dhe identitet të ri profesional. Kam identitet të ri profesional, kam identitet të ri si person gjithashtu, dhe mendoj që çfarë vendimi merr kjo Orgesa e re, që do më çoj tek ajo Orgesa që unë duhet të jem mas 10 vjetësh, sepse mas 10 vjetësh, të marr një shembull thjesht, nëse se unë nuk laj dhëmbët sot, nuk laj dhëmbët nesër, nuk është ndonjë problem i madh, sepse është një vendim shumë i vogël dhe nuk do më ndikoj. Po nëse unë nuk laj dhëmbët për 10 vjet, atëherë dhëmbët e mia do të bien. Dhe çdo lloj vendimi i vogël, ashtu e mendoj edhe unë, dhe kjo është ajo që mua më shtyn edhe më bën që ti përballoj ato gjërat e vogla, ato temptations të vogla që kam gjatë ditës, që ai vendim i vogël që unë do marr sot është okay, edhe nëse e marr sot. Por nesër është dita më e rëndësishme, jo sotmja, sepse nesër nëse nuk kthehem përsëri tek ai identitet që kam të Orgesa e re, atëherë ai vendim po bë dhe nesër, atëherë mas 10 vjetësh do ketë pasoja shumë të mëdha tek mua. Po si bashkëshorte, ka ndryshuar diçka? Meqense ti ke dhe një marrëdhënie goxha stabil edhe të lumtur. Absolutisht. Si çfarë ka ndryshuar? Ka ndryshuar fakti që unë jam e lumtur, me fëmijët e mi shumë e lumtur, bëj gjëra që më përpara nuk mund t'i bëja dot.
mund të dal me to, mund të vrapoj me to, mund të bëj çdo lloj aktiviteti me to, dhe njëjta gjë edhe me marrëdhënien time. Tani mundohem të gjej më shumë kohë për marrëdhënien time, për të bërë gjëra që të dyve na pëlqejnë t'i bëjmë bashkë, ose për t'i bërë gjëra që duan t'i bëjmë veç e veç, gjithashtu. Edhe në marrëdhënie ka ndikuar zakonisht shumë. Më vjen shumë mirë për historinë tënde dhe e para se thej që nuk flise në publik, domethënë më habite trajnimet kanë bërë shumë mirë sepse je shumë e rrjedhshme edhe shumë artikuluar dhe i qartë për gjithë historinë tënde dhe më vjen mirë për këtë ndryshim. Nuk e di, Jona, ke diçka për të shtuar? Duhet vetëm mendoj shumë durim edhe disiplinë për të arritur të ajo vetja pas 10 vitesh që e kërkon. Po nëse nuk realizohet ajo vetja që ke planifikuar tani dhe del një vete tjetër, çfarë do e prisje? Po, ky ndryshimi me veten time të re, them, nuk ka mundësi tjetër, nuk kam plan B, është vetëm një plan A. Interesante. Më përpara ecja me plan A, plan B, plan C, nëse nuk ndodh ajo, do ndodhte kjo tjetra, tani them ja, nuk ka asnjë plan tjetër, është vetëm ky plan. Jam unë kjo tani dhe çdo lloj gjëje që mua më frikson, çdo lloj gjëje që nuk kam dashur ta bëj më përpara për shumë arsye, tani them po. Për shembull kjo intervistë sot, nuk do ta kisha bërë për 100 vjet. Nuk do kisha dalë përpara asnjë njeriu që t'rregoj historinë time, nuk kisha dalë me fytyrë përpara asnjë njeriu, por tani çdo lloj gjëje them po, mos ke frikë dhe mundësitë dhe oportunitetet janë tek pot, nuk janë tek jot. Fantastike, kjo që thua edhe bëre shumë mirë që ndave me ne dhe duke shumë bukur, kështu që ke bërë shumë mirë që ke dalë. Asgjë nuk ndodh, po dole, çdo njeri mendon që do ndodhë gjë e madhe, asgjë nuk ndodh. Megjithatë historia jote nuk është aq e rrezikshme si shumë histori të tjera që kanë probleme, është një histori e mirë. Tani mund të funksionojë edhe një plan. Ka dhe njerëz me një plan edhe ndodh që ta ndjekin atë planin. Orgesa shumë stoike tek ky vendimi që ka marrë për qenë vetja që ka parashikuar që tani, por ndoshta ja mund të jemi dhe pak të lirshëm nëse ndodh ndonjë transformim brenda këtij transformimi tjetër. Po besoja është gocë fort, është kockë fort. Më pëlqen fjala kockë fort. Është kockë fort, kështu që Dea dali. Të falenderoj shumë Orgesa për gjithë rrëfimin tënd. Faleminderit. Shumë faleminderit edhe për kohën. Na dërgo kur të bësh maratonën, më shkruaj në Instagram, më thuaj çfarë ndodhi me maratonën. Jam shumë kurioze. Bravo që do të bësh. Faleminderit. Faleminderit. Është interesante kjo e planit. Kam dhe njerëz të tjerë që janë shumë funksionon lapsi dhe letra, po. Funksionon lapsi dhe letra, ma kur. Mua lapsi dhe letra, jo, unë fakt gjëra më të bukura, nëse i kërkoj nuk më ndodhin, thjesht më vinë. Domethënë unë punoj dhe rrugës që punoj më vinë gjërat edhe. Por unë ndoshta jam një çik me Orgesën tek pjesa që tha te plani, te nuk kam asnjë plan te kjo pjesa e identitetit, që edhe unë them që nuk do ndodh. Nuk do ndodh të shëndoshëm sepse pse në çdo lloj larg qofti, edhe në një larg qoftë që mund të më ndodh, unë zakonisht në drama kryesisht nuk ka fare, po pse duhet të shkoj tek, nuk dua këtë zgjedhje, kupton? Mund të shkoj në gjëra të tjera, po nuk shkoj. Pra, unë personalisht jam më e prirur të shkoj te duhani, sesa të shkoj te ushqimin e kam kështu. Sado që të shkoj te duhani është i tmerrshëm, kanceri këto, ushqimi më është bërë, por gjithmonë Orgesa, unë, të tërë neve që kemi prirje shëndoshje, kemi një problem të vogël. Me ato, sepse s'është marrëdhënie normale. Për shembull ti që je dobët, është marrëdhënie tjetër. Ti ha kur të hahet. Unë vdes për njerëz që han kur të hahet. Që s'flasin. Ne kemi që s'dëgjojmë dhe mendojmë për ushqimin. Çfarë do ha? Çfarë, kupton, është pak e vështirë, është. Po, sigurisht edhe ajo që the pak më përpara, për veten që nuk e pranon, domethënë e ke lënë atje sepse ke krijuar identitetin tënd. Po ka njerëz që nuk e arrin transformimin ose rishpikjen e vetes sepse nuk e lën atë veten e vjetër më përpara, që ka qenë më e re praktikisht. Sepse trupi ndryshon edhe nuk e pranojnë që po ndryshon. E po mirë, sa gjëra i kam dhe unë, për shembull, jo çik qafa, çik kështu, domethënë ato, po nuk ke çfarë të bësh. Atëherë duhet punosh shumë që të paguash tërheqjen. S'ke tjetër, nuk ke asnjë ose do rish ta pranosh, domethënë nuk ke. Domethënë është butallik pak të rish me të kaluarën tënde. Kaluara është shumë e bukur, se siç tha edhe Ardeta, e kaluara është kjo që jam unë sot, do të ishte ajo që ti je unë kjo. Shumë e bukur. Por është një e kaluar, ka mbaruar, nuk ke çfarë të bësh më me atë. Domethënë edhe unë identiteti im
identiteti nuk ka qenë gjithmonë i shëndosh, se kjo është një gjë tjetër, ka qenë e mbushur, kisha një gjë, por nuk kam qenë ndonjëherë e shëndosh, kam qenë për aq, nëse më ke parë në foto e shëndosh, kam ngelur aty. Domethënë kam shumë identitete, kam luhatje. Identiteti im është luhatje dhe një marrëdhënie shumë e ndjeshmëri ndaj ushqimit. Kjo është identiteti im. Tani ajo është pjesë e imja, por që nuk dua të jem më, e shijoj shumë të gjë dhe kaq, pse duhet shkoj atje dhe pse duhet më çoj në çdo lloj drame ose diçka që më ndodhi, të shkoj tek ushqimi. Nuk shkoj, mund të shkoj në një gjë tjetër. Jo në ato që mendoni ju, por jo te ushqimi. Unë madje kam dhe si shaka që në varr të tërë kanë ditëlindjen, unë do të kem kilet. Dalina Buzi 57 kg. Vdiq me nder. E kam kështu si tash kem fiksimet tona, për ato do vinë në terapi private, por që është i fiksim që do jetoj. Atëherë ikim që nga pjesa e shëndetit. Edhe nga Anglia. Dhe nga Anglia